Mirë mbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me kreun e ballit kombëtar demokrat, zotin Artur Rushi. Zoti Roshi, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Faleminderit për ftesën. Zoti Roshi, si e komentoni situatën aktuale politike në vend? Pak e tensionuar. Ja, është një situatë në fjalë që shkon ndesh me interesat e qytetarëve. Dhe kemi një mazhorancë që vërtet duket si e rënuar, edhe është e tillë. Mirë po edhe në lëngim pushteti sigurisht me fjalë nuk është pa kusure për qytetarët. Opozita është disi më organizuar edhe ka një strategji të qartë në mënyrë për arritjen e qeverisë teknike, nëpërmjet saj bërinë e kodit zgjedhor edhe hartën territoriale edhe bërinë e zgjedhjeve të parakohshme. Kjo është pak a shumë strategji e saj, mendon që këtë strategji opozita mendon që arrin nëpërmjet protestave të vazhdueshme. Sa mendoni që kanë realizuar misionin protestat e fundit të opozitës? Po unë them që se nuk duhet mendojmë që ne jemi një demokraci dhe funksionon protesta në tërë efektin e saj, se ka një keq kuptim këtu me njerëzit. Të gjithë themi që jemi në një gjendje normale, pra jemi në një diktaturë amorfe sipas meje, të shformuar. Por nga ana tjetër, në këtë gjendje ose në këtë kontekst, nuk mund të presësh që respektojnë rregullat e demokracisë. Atëherë, përpasoj, protesta nuk jep efektin që duhet t'japi, që jep në një demokraci, një funksionale. Kështu që pra sa unë e konsideroj efektin e një proteste në këtë situatë, për mua është e kënaqshme sepse ka ngritur ato gradët, si thua, vëmendjes tek ndërkombëtarët në raport me vendin tonë. Pra bërja çdo proteste e ka realizuar këtë qëllim sipas jush? Ka zgjuar në çdo moment faktorin ndërkombëtar? Faktorin ndërkombëtar, të cilët po dëgjojnë në mënyrë kështu periodike për shkak të protestave, sepse ne kemi parë që gjithë media ndërkombëtare kanë përjohur protestave të opozitës dhe çdo njeri që ka një lloj ose ka një lloj pozicioni themi në Bashkimin Evropian, njerëz, personalitetet ndryshme politike ja vret veshin kjo bërja e protestave mbi bazën e korrupsionit kryesisht. Ndoshta fokusuar tek rasti Balluku? Po te gjitha rastet këtu qeveria është kryekput, kemi qeveri të korruptuar. Rasti Balluku është një prej fenomeneve. Kjo në gjithë historinë e vet, vetëm korrupsioni ka përshkruar si thua është shtylla kryesore që e mban në këmbë qeverinë. Ajo nuk qëndron prej mëkateve në një mënyrë në qeveri, nuk qëndron prej shërbimit që i bën qytetarëve edhe prej predikimeve filozofike që duhet të bëjë ajo si një forcë e majtë themi normale. S'ka, është jashtë këtyre, është jashtë kontekstit politik. Ke thjesht një klan njerëzish të cilët thjesht vrasin mendjen çdo ditë se si mund të zhvasin nga fondet e qytetarëve, të tenderojnë të zhvasin koncesione, zhvasin gjë tjetër. Pra, në përgjithësi të majtën e vesi i Grabitjani në mënyrë është pjesë e filozofisë tyre, pjesë e mënyrës se si ata e mendojnë pushtetin, por në këtë rast, me fjalë rilindja, që është një sekt i të majtës, në mënyrë, është ekstra kështu është jashtë çdo lloj norme, çdo lloj perceptimi, kështu që prandaj them që në këtë kontekst, me fjalë opozita po e bën punën e saj, se është problem kjo që është edhe në mënyrë paqësore, tash opozita beson tek voti i lirë, duke besuar tek voti i lirë. Edhe aq paqësore nuk kanë qenë protestat e fundit, jo, paqësore janë sepse po hodhe një shashk atje edhe një kështu çfarë janë ato fishek zjarr, nuk është ndonjë edhe duke festuar mund të hedhësh fishek zjarrave.
Pra ne kemi pa një ditëlindje që në lagje, ku ta di unë, nuk mbaron pa një orë me fishek zjarre. Imagjino pastaj hallet e një opozite që është një presion ai që del aty është një mblef në fjalë mbledhur njerëzve, i cila shkarkon edhe nga ca fishek zjarre, themi. Kështu që ajo shpreh agresivitetin, si thua, është të brendshëm të njerëzve që dalin aty, edhe nuk është boll, por drejtuesit e opozitës pak a shumë janë munduar i ta mbajnë në nivele të frenuara e të kontrolluara në raport me të themi rregullat e demokracisë. Kështu që nuk ka aty në një gjë që shka, për shembull, dhuna policore, po të marrim anën tjetër, ka një kështu dhunë disproporcionale. Kanë qenë më të ashpër, domethënë. Absolutisht, edhe kur s'ke në çdo 3-4 veta grumbullën aty. Edhe kundrejt liderit Berishat, ndonjëherë, domethënë, disa herë kundrejt liderit Partisë Demokratike zotit Berisha, ata kanë qenë nuk goditet lideri. Ata nuk e kanë kursyer këtë mënyrë. Pra, çfarë do thotë kjo? Do thotë që ata ndjejnë një frikë, sado që duket sikur është e fuqishme. Në sytë qytetar, ku e kanë fuqinë ata? Tek vjedhja, thjesht kaq. Nuk është se pushteti funksionon, shërbimit qytetarëve janë zëruar, tu është harruar çka e qeveri. Edhe sigurisht ka një rrokullisje në një farë mënyrë për inerci të saj, por unë mendoj që këtë mandat nuk do ta mbylli, kaq të ka mbindje. Si shihni debatet e fundit në Partinë Demokratike? Kanë fjalën përballjen Saliani, Berisha. Së pari njerë kjo është një çështje e brendshme e Partisë Demokratike dhe unë jam i rezervuar, por si qytetar mund të them një lloj mendimi, Shiko, politika i ka përcaktuara gjërat. Partia Demokratike ka disa rregulla, ka një statut i cili përcakton mënyrën se si kandidon, si e respekton ata, kush janë qasjet në përputhje me frymën e opozitës. Edhe në këtë kontekst edhe fraksionet këtë brenda saj, po fryma duhet të jetë e një lloj. Vizioni pak a shumë duhet të plotësoj njëra tjetrën, në farë mënyrë. Gjë që nuk ndodh realisht, për shembull, unë për shembull si qytetar, po themi po dhe çdo qytetar tjetër, nuk kam qenë i vëmendshëm kur ka ikur, por nuk kam në bindjen time që nuk është më pjesë e Partisë Demokratike. Edhe të vjen direkt me fjalë që nuk është pjesë e Partisë Demokratike, për çfarë rasti nuk ose eksaktësisht me fjalë nuk është se e vras mendjen, themi, ose po flasi qytetar, por di që sa dëgjon emrin mendon që ky person nuk është më ke Partia Demokratike. Do të thotë që nuk ka ato të drejtën një farë mirë për të kandiduar. Nëse nuk je pjesë e formacionit politik, po ja le të kandidoj vi njëri nga Partia Socialiste të kandidoj tek PD-ja pastaj, në sensin kjo s'ka sens. Janë zhvilluar disa zgjedhje kohët e fundit në strukturën e Partisë Demokratike, a mendoni se me zor, po vinë njerëz të duhur, domethënë kryet këtyre degëve? Po, besoj që po, sepse ato janë zhvilluar zgjedhje të lira, më thënë drejt. Edhe më kanë bërë përshtypje në disa degë, kanë ardhur njerëz reputativ, të rinj, me energji të reja, më kanë pëlqyer disa degë, se praq sa kam parë për portale. Edhe nuk ka arsye pse Partia Demokratike të mos jetë lirë, e hapur në sensin e zgjedhjeve brenda degëve. Pra brenda degëve ka zhvilluar zgjedhje të lira. Në konceptin tim nuk ka arsye pse. Mendoni se do rikonfirmohet Berisha në zgjedhjet e majit që do bëhen? Po, në këtë kontekst, po pse jo? S'ka, kështu që në këtë kontekst dua të them që kushdo që të jetë nuk është garë. Nuk garon dot me Berishën, për shkak të reputacionit të tij, që ka absolut atë. Atë mirë, po ku është problemi ky? Se duhet të shohësh politikisht. Problemi është që nuk mund të qëndrosh peng në një farë mënyrë i sjelljes së kundërshtive brenda
ti ta faktorizosh atë si kundërshti, pra ta fusësh në garë, nuk ka sens me, nuk ka logjik politike, pavarësisht sa do Partia Demokratike ti jesh. Edhe kjo është korrekte. Se ti e faktorizon, jo, po pse ta faktorizoj Partia Demokratike kur mendon që nuk i shërben? Qoftë edhe gabuar mendimi i saj. Pastaj ne nuk mund të themi që Berisha nuk është i qartë, mas kaq një eksperiencë kaq gjatë politike, pavarësisht nga njerëzit mund të mendojnë se do atë se do politikisht është i qartë edhe dise kush janë efektet e këtyre lëvizjeve. Këto lëvizje ku çojnë ashtu? Dikush tjetër nga Amerika, dikush tjetër këto janë, ose dikush tjetër mendojnë do vi partia ndej tjetër. Amerikën, protestet e fundit është vënë re flamuri gjerman. Po. A ka një tërheqje të faktorit amerikan? Jo, ishte edhe flamuri amerikan protest, unë i kam parë të dy flamur patjetër. Nuk e djatha pak a shumë, është orientuar euroatlantike, nuk është ty mund ta bile herë tjetër, nuk ka qenë kaq në pa flamuri gjerman, por këtë bëjnë vetë njerëzit duke parë sjelljen e Gjermanisë në raport me qeverinë, nuk ka lidhje me organizimin e protestës. Pra aty ka njerëz militant që thotë du të marrë flamuri Gjermanisë, pse Gjermania mbrojti opozitën në një mënyrë, drejtat, sepse gjithë problemi që kemi ne këtu është mbrojtja e drejtave qytetare. Edhe ka qenë vetëm një shtet në Europë që ka rënë ndesh me qeverinë. E kemi parë që Rama nuk po prek më asnjë nga kancelarit perëndimore, pra i kanë bërë blok në një farë mënyrë. Edhe gjitha lëvizjet që mundohet bëj brenda për brenda, i bën me këto gjërat kështu jo të ndershme, se fuqia pushtet ekziston. Frustron njerëz të ndryshëm, do shikosh, edhe në të ardhmen do krijon vi njerëz nga jashtë, krijon partira, gjëra që do vëzë për çajm, janë thjesht alibi. Sa e zgjedhjet i vjedh në tavolinë, nuk i vjedh direkt, në kuptimin kutit, ndron kutit edhe si shpam të diasporës, themi, po këto të tjerat mund të kenë qenë njerëz shantazhuar edhe komisionerët, se njerëz janë ato të opozitës, nuk ka fuqi opozita të mbrojë me banda komisionerët e vet. Kështu që unë nuk besoj që kanë qenë zgjedhje korrekte, në këtë s'ka gjasa që zgjedhje korrekte, dhe Rama thjesht nga alibit me partitë që krijon, me këtë vendimet që merr para zgjedhjeve, jo pensionet, gjoja, jo miliardë dhe lekëve që jedhin një drejtim të caktuar, themin e përblerjen e votave, thjesht janë alibira këto. Ai di që të gjithë këto nuk funksionojnë. Po të bëhet vota e lirë vërtet, s'funksionon asgjë, ikën që të nesërme nga pushteti. Po krijon alibin për të i vjedhur zgjedhjet e radhës, kjo ka qenë. Edhe këtë mendje ka ai derisa me këtë mendje do ikim. Balli Kombëtar Demokrat, më thëmë, partia që përfaqësoni ju ka qenë duajale në lidhje me opozitën, Partinë Demokratike. Si shihni faktorët e tjerë brenda opozitës? A janë jo korrekt, ata që janë, shiko, ne kemi një koalicion opozitar, dhe ata që janë antarë të koalicionit opozitar janë korrekt me frymën e opozitës. Kaq, shumë e thjeshtë është opozitar. Duhet ta shprehësh ata, duhet marrësh pjesë në veprimtaritë politike që kryen opozita, në protesta, po qoftë edhe me qëndrime politike nëpërmjet rrjeteve sociale e kështu me radhë. Përmendet që është angazhuar për reformën territoriale, domethënë për kodin zgjedhor. Po, pati, ne kemi organizuar. A jeni pyetur domethënë? Po, mund të themi që gjithë opozita është mbledhur në një farë mënyrë dhe iniciuesja ka qenë Partia Demokratike në nivelet para kryetarësh, në nivelet të dyta ekspertësh për kodin zgjedhor edhe për ndarje territoriale. Pra, nuk mund të themi më që është si dikur që vendoste një farë mënyrë Partia Demokratike. Keni dhënë propozimet tuaja, edhe forcë politike. Po, absolutisht. Dhe unë jam përfaqësuar nga nën kryetari, sepse unë nuk kam qenë vetë në fjalë brenda vendit në ato tryeza, ku janë zhvilluar ato tryeza, por jemi pyetur dhe nuk është sipas meje, në fjalë kështu duhet të funksionojë. Partia Demokratike që ka, si thua, gravitetin e fuqisë së gjithë opozitës, ka dhe një të drejtë më shumë për të marrë një lloj vendimi, të themi dominues, por duhet të dëgjoj partitë tjera siç i dëgjoj në këtë rast, edhe të marrë spundo nga logjikat e tyre
për të arritur një konkluzion që tjetë gati i pranueshëm në tërësi, edhe besoj që kjo deri diku është arritur. Po në këndshkimin tim është që kodi zgjedhor duhet ta bëjë një qeveri teknike, sipas meje. Hartën sërish një qeveri teknike. Duhet ta bëjë një qeveri teknike dhe zgjedhjet duhet t'i bëjë një qeveri teknike. Pra do të thotë kjo që qeveria teknike është mbuluesi përbashkët të gjithë palëve, jo thjesht opozitës, por edhe të mazhorancës. Pra, këto unë quaj qeveri teknike. Mund të thoni ju që po mirë, Partia Demokratike është pjesë e reformës për reformën territoriale, Komisionit të Reformës Territoriale. Është pjesë, por do të kemi parasysh që ai është një podium ku ti mund të vësh në pa, sërish përballë ndërkombëtarëve që kjo nuk funksionon për këtë arsye. Edhe sigurisht japsh objeksionet e tua, pavarësisht se ti e di që ato s'merren në konsiderat. Sepse në një moment që opozita doli nga komisionet, mazhoranca do ndroi ligjin edhe nuk e bëj me bashkëkryetar. Bashkëkryetarët janë fiktiv aty. Nuk funksionon vetua. Për shembull, siç është në rregullore. S'funksionon sepse i tërnesve të ndron komisionin dhe thotë e ka me monokryetar. Edhe e bëri tendencë. Manovra që bëhen gjithmonë këto, domethënë. Kjo u bë para 5-6 muaj, tendenca për ta bërë krijuar kështu udhëhequr të vetëm Partia Socialiste. Kështu që kjo është arsyeja që opozita në një farë mënyrë munduhet të lozi me të gjitha armat që kanë dorë në farë politike. Kështu që ajo është një podium që ti s'mund ta refuzosh. Nëse refuzon, nuk ke të mira nga refuzimi. Kështu që edhe pse e di që nuk konsiderohesh, do shkosh për të bërë të qartë opinionit publik, versionin tonë, për të bërë qartë ndërkombëtarëve, për ta thonë në çdo kancelarie kështu me radhë, se kështu funksionon politika. Për pos kësaj, pastaj protestat janë në mënyrë stabile dhe të vazhdueshme, të cilat japin presionin, besoj unë, maksimale. A mendoni që zhvillimet e fundit në rang ndërkombëtar, kam fjalën luftën SBA, Izraeli kundër Iranit, do ndihmoj pak a shumë në vëmendjen e sigurisht politikën e brendshme këtu? Me këtu s'kemi lidhje kemi luftën e Iran, përderisa fjalën faktori amerikan, domethënë është i spostuar. Jo. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë, prandaj janë Shtetet Bashkuara, se funksionojnë kështu me institucione dhe ata i kanë, ti ke Albanian Desk, po themi në Departamentin e Shtetit që ka vëmendjen këtu, s'ka lidhje me luftën e Iran. Çdo kush aty bën punën që i takon. Nuk po të vësh re një herësh, ndërkohë bën luftën e Iran, nga krau tjetër merret me Kubën, nga krau tjetër merret me X problem. Pra vëmendja qëndron gjithmonë si më parë. Me këtë Danimarkën, me këtë ishullin aty, Grenlandën. Që po t'i vësh, nuk lë Amerika asnjë kështu sekond në një sektor bosh se fokusojmë. Këto janë mundësi edhe shtetet pa organizuara siç kemi ne, që vinë nga e majta kështu kronike, në një farë mënyrë. Ato funksionojnë me aksion. Prit se do marrim këtë se kemi këtë aksion. S'ka çdo institucion bën punën e vet, kështu që nuk është se vëmendja e Amerikës ka ikur. Për shembull, raporti i doli i fundit, Shqipëria ku është në këtë këshillon turistë amerikanë që të kenë vëmendje maksimale, nëse do vinë në Shqipëri, në Kosovë, në këtë Sarajevo, edhe në Serbi, pra edhe në Turqi. Pra aty të llogarit ke vendet në një farë mënyrë me grad demokracisë të degraduar. Siç është janë në autokraci, pra po të radhiti me Turqinë, do thojë ti Bashkimi Evropian kanë gati ka menjanuar në farë mënyrë Turqinë edhe po edhe këto vende. Kështu që ti nuk je në kampin, si thua, në kampin e zhvillimit, që ti toleron lirinë, demokracinë e vendit, edhe nuk konkuron, themi ne, në tregun evropian me elemente tregut lirë. Si shihni situatën ekonomike në vend, zoti Rashi? Kemi çmime karburantit rritura. Shiko, këtu ne nuk kemi një ekonomi të centralizuar, edhe që funksionon me dy sektor. Sektori oligarkëve, që është enturazhi i interesave
të politikës, pra të kryeministrit, dhe ke edhe administratën shtetërore që është po e kryeministrit. Pra thjesht këto dy shtylla janë këto sektorë që punësojnë. Nuk ka bizneset vogla, të mesme, këto janë harruar. Mund të ketë, se mund të shohësh në shitës gazetash, po të dalësh edhe kështu, okej, mund të ketë ndonjë që të vegetojë, që të shtyjë pensionin. Por nuk ka bizneset mirëfillta që të funksionojnë, që ndrojnë treg, nëse ato nuk i shërbejnë në mënyrë tërthore, nëse janë në rrjetin e korrupsionit të qeverisë. Pra po të vësh edhe gjitha kompanitë janë pjesë e vjedhjes këtu. Edhe kompanitë janë mekanizma për të vjedhur në mënyrë qytetare. Ti garoni një tender, po indirekt me fjalë aty çmimet janë të fryra, po të shikosh. Emigracion mas të rinjve, domethënë, çfarë? Sepse këtu shpresa ka humbur për shkak të rënies së ekonomisë. Pra kur ne themi që nuk ka demokraci, ndërrimi i pushteteve bie shpresë. Mos ndërrimi i pushteteve nuk bie shpresë. Diktatorët e mbajnë duke spastruar radhët e veta, e quajnë, po kjo është një shfryrje që u bë njerëzve, në mënyrë që për të që njerëzit të krijojnë një lloj besimi fiktiv, të themi të rrem, rreth qeverisë ose rreth qeverive që predikojnë diktaturë ose që aplikojnë diktatura. Pra, kjo kështu zvendësohet me demokracitë. Demokracitë, ndërrimi i qeverive sjell shpresë, ndërsa kur ti ke diktaturë, ndërrimi i njerëzve që janë më afër të parit, liderit suprem, sjellin një shpresë fiktive tek njerëzit. Pa këtë di se kjo është teorike, edhe këtë po bën ama që godet që nga njerëzit më të afër. Edhe me qëra fjala balloku nuk është jashtë kësaj goditje. Dakor, nuk është goditur rastësisht kështu se deshi një i Spakut, se ne i kemi parë këta militantë të Spakut që ashtu siç njerëzit falen për kulte, këta falen ke PS-ja. Kështu që nuk mund presim ne nga Spaku çuditëre. Kështu që të gjitha këto çfarë bëjnë tash? Në një diktaturë totale siç ishte Enver Hoxha, në fjalë funksiononte po kështu. Tani ke një diktaturë amorfe sipas meje, nuk të eliminon fizikisht, pra Enver Hoxha i zhdukte fizikisht, ky të fut në burg. Kaq, kjo ka ndryshuar. Po njerëzit sot gjithsesi me fjalë janë më të informuar edhe shkallën e mendimit e kanë në një nivel më të lartë, edhe sigurisht mendimi nuk ka ndalon dot pushteti. Duke parë edhe zhvillimet brenda partisë. Që në këtë kontekst ata mendojnë që këtu nuk ka liri demokraci, nuk ka të ardhmen. Prandaj ikin. Brenda Partisë Socialiste, si i parashikoni zgjedhjet e ardhshme, Dr. Rosha? Si brenda Partisë Socialiste? Po ka zgjedhje brenda Partisë Socialiste, kemi vetëm Ramën. Ka përplasje. Sigurisht përplasje, për shembull, ai që pretendon të marrë Partinë Socialiste sipas me është Arben Ahmetaj. Mbas ti mund të ketë pretendime Elisa Spiropali, por që sigurisht me fjalë Elisën edhe e dinë që e kanë ende brenda gardit edhe elaborojnë këtë sepse mendojnë që e kanë zgjishme. Ndërsa të elaborojnë ambicjet e Arben Ahmetajt nuk e kanë kollaj edhe nuk e kanë harruar. Të kuptoj, domethënë ishte ironi therse, domethënë kjo. Dr. Rosha, unë falenderoj që të kisha sot. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ky ishte Këmbështrim për sot. Ishim në studio me Artur Roshin, kreun e Ballit Kombëtar Demokrat. Unë do të takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.